Viti kalendarik 2014 ka qenë më pak i përgjakshëm për rrugët e qarkut të Tiranës krahasuar me vitin 2013. Kështu gjatë vitit që lan pas sipas statistikave të Komisariatit të Policisë Rrugore në kryeqytet, rezultojnë për vitin 2014 621 aksidente, ku kanë humbur jetën 40 persona, ndërsa për të njëjtën periudhë të vitit 2013 janë regjistruar 649 aksidente me 45 të vdekur, pra janë shënuar 5 aksidente me vdekje më pak krahasuar me vitin 2013. Po kështu nga ana e policisë rrugore janë pezulluar rreth 4800 patenta më shumë se viti 2013, vit në të cilën janë pezulluar vetëm 979 leje drejtimi. Sa kaq për periudhën prill deri në dhjetor janë referuar në prokurori nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë për ndjekje penale 1085 drejtues mjeti, nga të cilët 654 persona janë arrestuar në flagrancë dhe 431 persona të ndjekur në gjendje të lirë, ndërsa për vitin 2014 janë vendosur rreth 217.000 gjoba ose 50% më shumë se viti 2013. Vlera totale e gjobave është 235 milion lekë të rinj, ku janë rritur arkëtimet me 54% më shumë krahasuar me vitin 2013. Vlen për të përmendur plani i masave të ndërmarra nga Drejtoria e Policisë Rrugore të kryeqytetit për shoqërimin e eskortës të papës, të cilët ishin në standardet e nivelit evropian. Po kështu edhe gatishmërinë e policisë rrugore për planin e masave anti-alkol për natën e bardhë për festat e 28-29 nëntorit, natën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri, kur për herë të parë nuk u shënua asnjë viktimë dhe asnjë incident me pasojë të rëndë.